i guximit ishte mesazhi më i shkëlqyer që ju i dërguat çdo shqiptari. Ishte mesazhi më i madh që u dërguat miqve tanë në Europë dhe në botë. Ishte të merri, i kallë të merri dhe datën narkodiktatorit Edi Rama. Qytetar dhe qytetare. Gjatë në marshime sipër agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë beteja ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vile me Messhehut. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vile me Messhehut. Kjo është e vërteta. Për sqarim, për të tjerat ju i pat vetë madhështin e protestës e revoltës tonë paqësore, rrugaçrit e Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës, 2 vasal mercenar të Edi Ramës, të cilët do kenë fatin e tij. Miq, korrëm një fitore tjetër sot. Arritëm një rekord të ri në protestën tonë. Çka do thot, asgjë s'ta ndal ne pa hedh Edi Ramën aty ku e meriton, në koshin e plehrave të historisë. Denoj me forcën më të madhe, dhunën jashtë çdo lloj shkaku të përdorur ndaj protestuesve. Me urdhër të Edi Ramës është agresuar në mënyrë personale Luciano Boçi dhe janë përpjekur që t'i krijojnë probleme serioze me sytë. E pat dhe vetë, në një kohë kur ne po rrinim të qetë, topat e ujit Edi Rama i drejtoj dhe Sali Berisht, po i them se e i pa shpresë o budalla. O langaraq, u ka topa që më kundin mumër. Që ata ta tregojnë mirë. Berisha si do të vijoj. Unë u them, tani, për 25 minuta këta janë në Surrel. Mos, po e kom shumë qartë atë unë. E kom qartë, po pse kotë, jo më ja, unë kam besim plot të kjo. Tek guximi juaj, tek qendresa juaj. Ndaj dhe një mirënjohje. Një mirënjohje për këtë marshim kryengritës paqësor, Tirana nuk e ka pa ndonjëherë. I dha Tiranës një vitalitet, një besim, një guxim që kishte shumë nevojë. Tani të gatshëm na pret kryengritja tjetër. Ne nuk ndalemi.
Bota këte shqiptarët këte presin nga ne. Miqtar në Europë dhe në botë këte presin nga ne. Edi Rama, vrimin e miu. S'ke ku futesh. Protestën e radhës do t'ja u njoftojmë shumë shpejt. Bravo! Ja, sa më shpejt. Sa më shpejt. Bravo! Bravo, bravo! Kampion! Ata ishin që është të vërteta balli, energjia, guximi i marshimit kryengritës. Bravo, bravo, bravo. Bravo. A kishit ju djeni që kishte artist brenda ish-zhvilles të diktatorit Hoxha, sepse nga rrjetet sociale ka pasur artistë huaj të cilët Po. Sepse nga rrjetet sociale ka patur artistë huaj të cilët kanë publikuar pamje nga sulmi me Molotov brenda vilës ish-diktatorit Hoxha. Tani do më falish. Tani të thëmë të vërtetën, për trashëgiminë e Enver Hoxhës nuk mund të kam zero respekt dhe preokupim. Por, prishti. Por, pyeta çfarë ndodhi. Dhe më thanë, ca njerëz me kostume të murme, me uniforma të agjentet policisë kriminale, u thonë protestuesve se këtu tani banon Edi Rama. Dhe ata ju këthyrë. Pra, ato fishek zjarë që u hodhen aty, ishin kundër Edi Ramës, urrejtje për Edi Ramën. Në fakt, Edi Rama nuk banon të aty, se e sjarova, banon të tek vile me Metshehut. Nuk ka pasur një plan para prak. Nuk ka pasur një plan para prak. Huaj për shembull që mund të kenë qenë aty apo? Urdhë? Kemi një ndjes për ata artistë huaj që mund të kenë qenë aty? Po kush ishtë huaj aty? Çfarë kanë të huajt në atë vile aty? Është rezidencë për artistë huaj të Berisha. Kush tha? Ka ndryshuar destinacione. Nga do të vi që përdorin nga shteti tashmë përdorin për artistë huaj. Me asgjë në botë Edi Rama nuk retushon dot figurën e Hitlerit shqiptar të pasliftës. Edi Berisha keni qenë për disa vite në pushtet. Pse nuk e keni shembull atë vit më herët? Dhe çdo tjetër të Enver Hoxhës. Prit, një minutë. Por i ktheheshin, unë kisha planet e mia, shumë e vërtet pyetja jote. Aty ku sot është piramida, aty do ndërtoj parlamenti. Do ndërtoja parlamentit. Tek vila e diktatorit ka një territori është i privatëve. Dhe unë do ja u ktheja privatëve ato. Kisha unë projektet e mia, nuk kisha asnjë dyshim në atë. Por dhe projekti për parlamentin u bë dhe ju mund të merrni kronika tuaja të shifni. Do ndërtoj ndërtesa e re e parlamentit. Ka ngel letër për shkak të buxhetit të lartë që kishte. Jo, absolutisht nuk ngeli për buxhet e lartë, ngeli për disa arsye sepse edhe buxhetin e siguroja, isha i vendosur të siguroja ashtu, në qoftë se të kujtohet. U bë një takim në parlament dhe me Edi Ramën, i cili bëri avokatin një lloj sikur ta kishte shtëpinë e Tjatit. Ju kujtohet, po as s'ja mora për bazë, parlamenti do ndërtohej. Dhe parlamenti dhe u bë konkurs ndërkombëtar për ndërtesën e parlamentit. I keni të gjitha në kronikat e televizioneve. Se të Berisha do të vijojnë protestat në këtë formë që pam sot, apo do të ketë forma të tjera? Opozita, genialiteti i opozitës është të organizoj protestat më të shumëllojta dhe me jehorin më të madhe të dyja. Por, si që pe, kjo ishte një protest e veçantë krejt, kur në njerë Tirana, marshim 3 orësh nuk ka njohur, edhe ja pra e thash, ja ku janë të gatshëm
të nisen së bashku me mua në Surrey. Po. Pse nuk niseni? Jo, sepse gjërat kanë planifikim në tyre. Nuk nisem pa plan, kur të bëhet plani, nisem edhe bitisim. E bitisim. Keni qenë të mrekullueshëm. Nuk mund ta imagjinoni se çfarë ngrohtësie keni përcjell tek qytetarë shqiptarë sonte kudo që janë, tek të gjithë shqiptarët. Një përqafim për të gjithë ju dhe një mirënjohje të pakufikshme. Mirupafshim. Është vërtet një pajisje përgjigje brenda ambienteve të Partisë Demokratike? Po, është e vërtet. Ajo pajisje po studiohet. Nuk mund se nuk jam specialist. Pajisje Po, përgjigje? por Pajisje e dyshimt. më fani. Tani edhe një herë. Punojësit kanë kapur një person i cili ka ardhur tu për të vendosur një pajisje. Çfarë është pajisja nuk mund të flas, sepse duhet të pyes inxhinierët dhe teknikët e fushës. Edhe Vlora jo po Hyseni, nuk e ka Hyseni, si ka ajo ka Vlora Agasi. Po. Ka. Ajo se më dorëheqim, ajo duhet të largohet me njerë nga detyra. Me njëherë. Se me thonë se do mund ta marrë shërbimin peng, absolutisht jo. Ju përshtes. Faleminderit doktor. Edhe ju fanoroj shumë. Edhe mediat i fanoroj për përcjelljen e mrekullueshme që i bën marshimit unik në historinë e Tiranës, plot emocione dhe plot vërtetësira, dhe ftoj që fazën tjetër të kryengritjes ta përcjellim po me kaq përkushtim. Mirupafshim. Tani duhet bëjmë bilancë.